Përshëndetje miqtë e mi, përshëndetje. Kam ardhur sot këtu bashkë me disa miqtë e mi, sepse do ju sjell. Baba gjyshi ti, Jingle bell, jingle all the ways, all the way down to Victoria, jingle all the way, ting, të pëqeu. Që bene, baba gjysh? Baba gjyshi, vërtet i apo kështu? Po çdo këtu ti, mor. Çdo këtu e? Po çdo këtu ti, mor, çdo këtu ti, ha? Po çdo këtu, mor, çdo këtu. I, baba gjysh me smirë, s'ka parë ndonjëherë. Mos. Po pse më do pret numrin në mes? Pse? Jo re, unë erdha si... Po kush të futi, pse? Po gjithë bota feston vitin e ri, ti vjen këtu në sken tani. E festova, ku sta që se festova? Kur e festove, mo? Festova, mbarova punë. Se unë mbarove punë, tani po festohet viti i ri. Jo, mbarova punë, në orën 5 e mbyllëm ne. Si mo e mbyllëm në orën 5, mo, si e mbyllëm? Në orën 5 po të them, një të marrë gjelin aty, një të mbledhur tërë shtëpia, se sa i erret aty, aj, s'kemi ç'a bëjmë, se në orën 7 ikin dritat. Ç'më gjeti me ty, mor? Po plakut. Mirë, më trego, çfarë pjesë e gjeli hangre? E nga pjesën më të mirë. Atë që jepen mikut, ë? Ere, qafën. Domethënë, Qafën hangre, mo? qafën, gjysmën e qafës. Gjysmën e qafës? Jo, lëkurën e gjysmës, atë kam qefën. Lëkurën. Po pse më kaq pak hangre, kaq pak? Ere, po kemi 36 veta na vin aty tërë fisi bidet e ne. Se ne jemi si më të pasurit aty në fshat, prandaj. 36 veta një pulmë, një gjel? Ere, një gjel, po është gjeli 85.000 lekë, ku të gjen dyne? Po baklava, hangre baklava. Atë po hangra, u knaqa. Po pare se ta e baklava më thanë mua, Betim, na bëj një performance. 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 Mirë, unë nga që dua të futem në petkun e aktorit, shkova dhe u vesha, visha me robat e rolit. Për do shpyrë. U vese me robat e rolit? Robat e rolit. U futa aty. Sa profesionist që je, mor. Ashtu jam, profesionalizëm. Ashtu. Një të futur unë atje, kur sa dola unë, e kërë në baklavanat, apo që unë lëpiva atë sherbetin, se kam qef. E lëpiva atë. Sherbeti lëpive, tepsi lëpive. Lëpiva atë. Po mima nuk pritet tani, si vjen mo këtu? Ora 12 do shpërthinin ato fisek zjarret ato. Jo, më jam iftuar në një 4 lokale, unë prandaj. Për të kënduar. Je iftuar këtu? Jam iftuar. Në Tiranë? Në Tiranë. Me kë je mo? Unë jam me Sandër Gjokën, Redon Makashin. Jam me Babuqin e Beratit. Me Kozmat Dushin, jam edhe me të madhin dhe gigantin fare. E gjen dot se kush është. Po ç'a të them? Francesc Radi, nuk e gjen dot. Francesc Radin? Jam me këta të me 4 artistë model ti e sot në natën e ndrymit të viteve. Në 4 lokalet veçanta jemi nga një nga këta? Jo, në një lokal do me them, po që dalim 4 herë, te Berta. Ke lokali Bertës jema? Por në Berta mua, aty dal unë aty. Po si kam pranuar të vinë këta me ty ke lokali Bertës mua? Jo, një sekondë, se dal unë. Domethënë, i them unë vjen për shembull Sandër Gjoka, futen prap unë. Bej unë atë, domethënë. Nuk janë këngëtarët mo? Jo, nuk janë e bej unë se tha Berta s'kam shumë buxheta për vitin e ri, do t'jap ty 45.000 lekë. Bën tërë dakord ti tash. Ti do imitosh gjitha këngëtarët, do kuptoj njëri? Po ç'të bëj? Unë do t'i bëj. Oj, çka shumë interesante. Shumë interesante. A mundet ta shikojmë se sa interesante ti dhe sa imitues i mirë i këtyre këngëtarëve? Në vende. Në vende. Atëre një duartrokitje për këngëtarët. Tani më bëre shumë kurios. Asnjëherë s'kam qenë kështu si Baba Gjyshi të shoh performancën tënde. E bëj një atë Redon Makashin se kam qef të pari. Jo. Bëj Kozma Dushin pari. Bëj Kozmajne? Atë ke qef ti? Dakor, dalu si Betim e prezantoj, pastaj vjen si Kozma. Vjen si Kozmajt. Ashtu vi si Kozma. Hajde si Kozma. Ja të vete çik syze sa ashtu. Interesante qega? Ky është Kozma Dushi? Më bëj çika të pjesën e parë mua. Këtë bëj? Më këndoj çika të ja u shoku ynë, korin. A unë dhe kompleksin? Ata që mendim. Eja o shoku ynë të kemi pritur, ti ç'ke qëri më njan, ka që i mërzitur. Është një vajse që e dua shumë, e ku ka më bukur, por largohet sa afrohem une, s'qen ka vajzë por flutur. Sot prap nga dora ime, se mori zambaku. Lot në ty o djalo, se ta di meraku. Ajo ma prishi gjumin, zgjoj ndratë e mia. Mos u loth o djalo, se lo kjo dashuri. Se trëndafili jo nuk i qel, të tëra lulet me një her. Ashtu dhe pema e dashuris, të lule zoje, të një pranve.
Nda erdha përsëri, ty ta kërkova. Shkë kë? Kozmatushi, ha? Bravo, më pëlqeu Kozmaj. Tani kush vjen i dyti? Është Ridoni. Redon Makash. Je Ridoni. Do më thënë ti çfarë bën ti tani? Unë bëj Ridonin. O hyn si betimi njerëzit? Jo, hy njerë si betim, unë pas e prezantoj si betim vi si Redon. Do më thënë ti vetëm hy e del, ë? Hyrë dhe bëj Ridoni. Asi zot ta kuptoj fare. Ridoni ka kitarë po unë s'kam. Ti s'ke kitar. Bëhe si kitar Gjoja. Mendje. Qa është kjo, mo? I zotra dhe një qëtësi. Zëri saj si kur më thoshte, ashura unë dhe si e çmendur, si e ma. Hajde, Redon, hajde! E pastaj më bërë qafonte, zëri saj si kur më thoshte, Redon Makash. më vinte nga larë. Faleminderit. O, mjafton. Që, se bëj mirë, në këtë të bëjë të qaj atje. Ju pëlqeu? Prit! S'na e kam mbushur mendjen. Pa të shojmë pak sa në gjokun. Sa në gjokun, jo, njësoj ka syze ta me Kozmaj, s'ka që. S'pris pun. Njësoj me Kozmaj. Njësoj atër, njësoja. A be kur vjen më në te? Hajde kur vjen, ha. Ani e blekë është mirë dhe mjë dhe balodhër. Mos më të shpërë. Edhe del me vrap kjo pasaj. Se kështu e ka kjo, del me vrap. Të pëqek? Kaq mo? E, kaq. Jo, nuk të pëlqeu fare. Të pëlqeu fare? Jo, të dëgjojmë dhe një atë Francesc Kratin dhe të shojmë tani çfarë. Në vete, atë kam syze tjera. O dil bëhet si Francesc, hajt. Francesc Krati. Si sto prish, kjo bicikleta, si sto prish, kjo bicikleta ty mordial. Mendo, fandi shumë. E para punës njerë, të katër ata janë këngëtar të nderuar dhe shumë të mirë Se shqiptar. do të kuptosh një gjë. Francesco këndon dy këngë se e pëlqejnë shumë. E kuptova që këndon dy këngë. këngë. Se bëra dy. Po ti kur të shkosh ke Berta, do të qelloj me kofsha pule kështu si kënon. Berta më ka parë, po e pëlqeu shumë. Sa të pëlqeu Ti e Berta. njesh, më tha mua. Dgjoj, pa dua trokite fare, ik nga kjo Jo, skenë. Rigo, do se kam një çel me publikun. Ik se na ardhove kohën kot, po ik. Mua do them një fjalë. Dua të falenderoj dhe të përshëndes shumë njerë. Të tërë njerëzit dhe të gëzojnë vitin e ri, edhe qoftë një vitin barë, ky 2014. Gëzuar. Prit tash. Të falenderoj këtë publikun që më ka mbështetur gjithmonë mua dhe për këtë. Përshëndetje dhe publikun. Ju them të tërëve. Gëzuar vitin e ri, smirë ke për të pasur të rjetën ti. Natë mirë.